Aliu radhiyallahu anhu ndej një ditë, atë 2 ditë dhe një natë, diçka e tillë. Edhe vdes Aliu radhiyallahu. E marrën Abdurrahman ibn Muljimin me vra, se kishte vra njeriu më të mirë në atë kohë faqen e dhëut, kishte vra prisin e muslimanëve, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Pra një nga viktimat e xhawarijve është dhe Aliu radhiyallahu anhu. Aliu, njëri nga shokët e pejgamberit alayhi salam, i katërt i Khulafaur Rashidin, ka bërë betejë kundër xhawarijve, i ka luftuar ata, ka transmetuar hadithe kundër xhawarijve, ka sqaruar devijimin e tyre. Ma në fund, domethënë, xhawarijët ato e kanë vrarë sikur që u sqarua. Përmendet, siç kam lexuar në një libër, më fjalë, faktikisht mos e kam lexuar në një transmetim, po në një libër që flet për xhawarijët. Përmendet një episod se ky Abdurrahman ibn Muljim ka kërkuar kur do e vrisnin që ta torturonin dhe t'ia kpusnin mishin pak nga pak, që gjoja të shijonte vdekjen për hir të Allahut të lartësuar. Mendonte me fjalë që është në xhihad në rrugë Zotit dhe mendonte që këtë punë kishte bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allahu na ruaj nga besimi i verbër, nga idetë e këqija, nga bidatet, në çfarë humbje dhe çfarë lajthitje e çojnë ato njeriu. Siç e thash, xhawarijët kanë dalë përsëri. Një grup i madh xhawarijësh janë shfaqur në kohën e Abdullah ibn Zubairit radhiyallahu anhu dhe shokët e pejgamberit vazhdojnë betejën kundër tyre. Domethënë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam vazhdojnë betejën kundër xhawarijëve për thyrjen e tyre, sepse triumfi i xhawarijëve do të thotë shurje për Islamin, do të thotë shkatrim për ummetin islam. Mentaliteti i tyre është ekstrem. Ata nuk mund të pranojnë njerëz që bëjnë gjuna, njerëz që kanë gabime. Shfaqet një grup xhawarijësh në kohën e Abdullah ibn Zubairit. I pari i tyre ka qenë Nafi' ibn al-Azraq. Rreth 20.000 veta dalin prej Basras. Atyre u bashkohen edhe xhawarijët e Jemames dhe të Umanit. Bëhet një numër i madh xhawarijësh pra. Të parë kishin Nafi' ibn al-Azraq, ndaj dhe ky grup xhawarijësh quhen Azariqa. Këta xhawarijë bën edhe shtet. Pushtuan Ahwazin apo Ahwazin, një zonë tani që ndodhet në gjuhën zonë arabe pushtuar nga Iran në kohën tonë. Pushtojnë Persin, Iran e sotëm, një pjesë të Irakut dhe ta zona të tjera. Dhe Abdullah ibn Zubair jep urdhër për luftimin e tyre. Muslimanët nisën ushtrinë e parë. Nisën Muslim ibn Absen me një numër të madh, një ushtri të madh shkon këy për të luftuar me këta xhawarijët, por shpartallohen. Nisën dhe 3 ushtri të tjera, nisën dhe 2 ushtri të tjera dhe ato shpartallohen. 3 ushtri shpartalluan xhawarijët. Në vitin e 65 të Hijretit përhapet paniku madh në Basra. Banorët e Basras të Irakut i zurin frikë se do vinin xhawarijët, do e zaptonin xhawarijët. Por Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu jep urdhër që të niset një ushtri tjetër, dhe niset një ushtri me 20.000 mujahid, me në krye një burr që quhej Muhallab. Ky komandant me ushtrinë e tij arriti që ta thynte shtetin e Azariqave, shtetin e xhawarijëve të quajtur Azariqa. Dhe gjithashtu të vriste dhe të parin e tyre Nafi' ibn al-Azraq. Shkatrohet dhe shpartallohen xhawarijët dhe shembet shteti i tyre i rrem. Rehatohen muslimanët kësaj here me fjalë prej sherrit të tyre. Normale ky Muhallab domethënë përdori ca strategji, ca taktika, se ata kishin trimni të madhe, kishin guxim pa parë për të vrarë muslimanët, për të bënë qafire, për të dertë gjak. Mirë, po përdori disa taktika, ca mënyra të cilat janë përmendur, i kanë përmendur kronistët në librat e historisë. Edhe më në fund se ata janë edhe mendje lehtë, domethënë normal nuk kanë zgjuarësi të madhe xhawarijët, kështu që përdorin ca taktika, ca mënyra, me u dhënë goditje të fortë, bërë një farë përçarje mes tyre derisa arriti me ndihmën e Allahut të lartësuar të shpartallonte. Po përmend disa ide të këtyre xhawarijëve me fjalë, të këtyre xhawarijëve Azariqa.
se kanë dalë shumë grupe xhawarixhe, shumë fraksione, një nga të veçantët e xhawarixhve, një nga faktikisht kjo nuk është e veçantë e xhawarixhve, të gjitha grupet e bidateve ndahen në shumë fraksione. Nësa Ahlus Sunneti është i bashkuar, nësa grupet e bidateve ndahen në shumë sekte, dhe xhawarixhet në fakt janë ndarë në shumë sekte. Disa nga idetë e tyre qunin qafira kundërshtarët e tyre. Edhe xhawarixhet në kohën tonë kundërshtarët e tyre i bëjnë qafira. Kush nuk pajtohet me ta qafir. E kanë majt gojës me i bëjnë qafira muslimanët. E dyta, kushdo që nuk bënte hijret, nuk shkonte ke vendi, ke grupi tyre, quhej qafir. E treta, vendet e muslimanëve i quanin dar kufër, vende kufri. Edhe xhawarixhet e kohës tonë, vendet islame i quajnë vende kufri, për shembull Mekën, Medinën, Egjiptin. E kështu me radhë i quajnë këto vende kufri, jo vende islame. Allahu na ruaj, i bëjnë qafira musliman në mas. Ka xhawarixh, domethënë në kohën tonë që i bëjnë qafira musliman në mas, kanë braktisë xhamiat, nuk falen mas hoxhallarëve dhe imamëve nëpër xhamia. Këto ndodhen në vende ndryshme të botës islame. Dhe një grup prej tyre janë mbledhur dhe në Sham, këta që thirrën nëpër media me emrin ISIS dhe që kanë formuar atë grupin e Daulet të pretendojnë që kanë bërë shtetin islam, janë vënë luftë kundër muslimanëve, e kanë lënë luftën me Besharin, madje kanë bërë dhe marrëveshje me Beshar el-Asadin, me diktatorin e Shamit. Tamam siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam në hadith, yaqtuluna ahla al-islami wa yad'una ahla al-awthan. Ata vrasin muslimanët dhe lënë idhujtarët. Po përmend disa ide të tjera të xhawarixhve, të atyre xhawarixhve ezariqa. I qunin vende kufri, domethënë vendet islame. I vinin provë njerëz që shkonin tek ata, nëse dikush do shkonte tek ata, dyshonin. Dhe e vinin provë. Robrët që kishin zonë për muslimanëve, u vinin thonin vraje këta. Nëse do vriste do ishte për tyre. Nëse nuk vriste, thoshin atëherë që nuk është i sinqert, nuk është gjiltër. Dhe e vrisnin. Vrisnin dhe gratë e fëmijët e muslimanëve, me pretendimin se ato janë idhujtarë. Allahu na ruaj. Këto kanë qenë disa nga idetë e xhawarixhve ezariqa. Por nuk është e thënë vëllezër musliman që xhawarixhet kanë gjithnjë të njëjtat ide. Se për shembull, xhawarixhet që dolën nga fundi i kohës së sahabeve nuk kanë pas gjithë të njëjtat ide. Për shembull, disa prej tyre i bënin qafire 4 khulafa ur-rashidin. Disa prej tyre bënin qafir vetëm Uthmanin dhe Aliun. Ndërsa Ebu Bekrin dhe Omeri nuk e bojnë qafir. Në lidhje me gratë dhe me fëmijët, kishte për tyre që i vrisin, kishte për tyre që nuk i vrisin. Kishte njerëz që për shembull, ato që nuk bënte hijret e bojnë quajin qafir, kishte që nuk e quajin qafir përderisa kishte idetë e tyre. Tjetër, kishte për tyre që mirrin pjesë në luftë, kishte për tyre që kundër muslimanëve dhe kishte që ishin nxitës, kishin idetë e xhawarixhve, por nuk merrin pjesë me muslimanët. Nuk merren pjesë me xhawarixh në luftë kundër muslimanëve. Dhe këta janë quajtur qa'adatul khawarij. Qa'adatul khawarij, ata të cilët nuk marrin pjesë në luftë kundër muslimanëve, por që kanë idetë e xhawarixhve, përkrahin mendimin e tyre dhe nxisin xhawarixhet në idetë e tyre. Dhe ka njerëz të tillë dhe në kohën tonë. Ka njerëz që kanë shkuar ke Daula në Sham dhe janë luftë kundër muslimanëve, ke ky ISIS, ke grupi xhawarixhve që po vrasin musliman, po derdhin gjak muslimanësh. Dhe ka të tjerë, të cilët nuk janë atje ka i grupi, po që i mbrojnë ata, i mbështesin ata, kanë idetë e tyre e kështu me radhë. Allahu na ruaj prej sherrit të tyre. Unë po përmend disa nga idetë e xhawarixhve të kohës sonë, se siç e përmenda pak më përpara, nuk është e thënë që xhawarixhet të kenë, domethënë të njëjtat ide. Përderisa ata kanë të njëjtat parime me xhawarixhet, përderisa kanë një menhex të devijuar, me bazën e cilit bëjnë qafira muslimanët dhe u derdhin gjakun musliman, ata quhen xhawarix. Xhawarixhet e kohës tonë nuk bëjnë shkoqitje në lidhje me zbatimin e ligjit të Zotit subhanahu wa taala. Sahabët, sipas qendrimit të sahabëve të transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu,
kundërshton ligjin e Zotit në qeverisje ose në gjykim apo në administrim, duke mos besuar në obligueshmërinë e gjykimit dhe qeverisjes apo zbatimit të ligjit të Zotit, ky është kafir. Tamam se ai që lejon alkoolin për shembull. Ky është e kush e kundërshton ligjin e Zotit, kundërshton ligjet e Allahut në qeverisje ose në gjykim ose në administrim dhe në zbatim, duke e pranuar që është gjunaqar, duke mos e lejuar kundërshtimin e ligjit të Allahut të lartësuar, veprimi i tij quhet kufër i vogël. Kufër dune kufër, ka thënë Abdullah ibn Abbas në transmetime të sakta, të cilën e sjell El-Hakim në Mustadrakun e tij, po e ka sjell dhe Ibn Jarir at-Tabari në tefsir, edhe mjaft dietar të tjerë. Këtë transmetim të saktë, domethënë e ka pranuar Imam Ahmedi, e ka pranuar Buhariu, e ka pranuar Ibn Taymija, kështu me radhë, domethënë krejt e ehli suneti është me mendimin e Abdullah ibn Abbasit, nuk ka dietar të seleve që kanë kundërshtim me ta. Nëse xhavarixhët e kohës tonë thonë çdo formë gjykimi ose qeverisje në kundërshtim me ligjin e Zotit quhet kufër që nxjerr nga feja, për ata janë kundërshtim me ligjin e një nga idetë e xhavarixhëve kjo. E dyta, thonë që demokracia është kufër. Ndërkohë që ka shkoqitje, në demokraci do të thotë pushteti i popullit. Për këtë çështje domethënë unë kam dhënë shkoqitje në vende të tjera, mase ka edhe materiale të shkruara, kam shkruar edhe një material në lidhje me këtë çështje, por po u sqaroj diçka domethënë në mënyrë përmbledhur. Demokracia do të thotë pushteti i popullit. Dhe kur përdor këtë fjalë muslimani, duhet që me kërkuar shpjegim, me pas me çfarë kuptimi e ka përdorur. Nëse muslimani e përdor fjalën demokraci me kuptimin që qeveritarët që zgjidhen me votën e popullit e kanë të lejueshme ose kanë të drejtë të bëjnë ligje në kundërshtim me ligjet e Zotit subhanahu wa taala, atëherë ky përdorim është kufër. Me këtë kuptim fjala demokracia është kufër, dhe kush e përdor me këtë kuptim fjalën demokracia, ai është kafir. E nëse muslimani e përdor fjalën demokraci me kuptimin që qeveritarët të zgjidhen me votën e popullit, por jo me besimin se qeveritarët e kanë të lejueshme apo kanë të drejtë të bëjnë ligje në kundërshtim me ligjet e Allahut subhanahu wa taala, atëherë kjo është ky përdorim është një gabim. Kjo mënyrë për zgjedhjen e qeveritarëve është bidat, është gabim, por nuk është kufër. E njëjta gjë vjen domethënë një vlen edhe për fjalën mbretëri. Mbretëri do thotë pushteti i mbretit. Dhe qysh zgjidhet i pari, domethënë nëpërmjet trashëgimisë. Pushteti i mbretit. Pra pushteti trashëgohet. Ke qafirat, për shembull, kur përdorin që ka pas qafirat, që edhe ka, që përdorin fjalën mbretni, dhe sipas tyre mbreti ka drejt absolute, i lejohet që ndryshojë ligjet dhe të bëjnë ligje në kundërshtim me Zotin, ka të drejtën e Allahut subhanahu wa taala sipas tyre. Ky përdorim është kufër, ky besim është kufër, dhe këta që e përdorin, edhe këta janë qafira. Por kur e përdorin muslimanët fjalën mbretni, pushteti i popullit apo pushteti trashëgohet, kur e përdorin musliman këtë, varet me çfarë kuptimi e përdor. Muslimanët fjalën mbretni e përdorin me kuptimin që pushteti trashëgohet. Pushteti kalon nga, domethënë, nga mbreti ke i biri i tij, për shembull, ke trashëgimtari i fronit. Por jo me besimin se mbreti ka të drejtë apo se i lejohet të bëjnë ligje kundërshtim me ligjet e Zotit. Në rregull? Mbretnia, dinastia, trashëgimia e fronit nuk është një mënyrë e saktë, është një bidat, është një gabim. Nuk është mënyrë e saktë për zgjedhjen e halifes, për zgjedhjen e të parit. Dihet se çfarë kanë thënë dietarët për këtë çështje. Por përdorimi i mbretnisë dhe ky sistem, dinastia mbretnia nuk është kufër, domethënë në përdorimin e muslimanëve është një gabim, është një bidat, sikur që e sqaruam.
ka patur terme të cilat kanë hyrë mes muslimanëve, kanë hyrë nga të tjerët, siç është për shembull shkrirja, elfina. Ky është një fjalë që e kanë përdorur sufit. Sufit ekstremist, panteistët e përdorin me kuptimin që njeriu shkrihet me Zotin. Bëhet njësh me Zotin. Kjo është kufër. Po ka pas sufisë se kanë përdorur me këtë kuptim. E kanë përdorur me kuptimin që njeriu domethënë të shkrijë bindje se ka Zot tjetër veç Allahut, se ka krijues tjetër veç Allahut. Domethënë të realizojë tauhidin rububie. Kjo është saktë, por nuk mjafton. Pra, që njeriu të ketë bindje se ka vetëm një Zot dhe nuk ka Zot tjetër veç Allahut, ka vetëm një krijues dhe nuk ka krijues tjetër veç Tij. Kjo është saktë, por nuk mjafton se duhet me pranuar edhe tauhidin uluhia dhe duhet me adhuruar Allahun një vetëm pa I bërë shok. Ka sufi që e kanë përdorur me këtë kuptim. Ky kuptim është I saktë, por nuk është I mjaftueshëm. Fjalën finat, njëjtën fjalë, ka sufi që e kanë përdorur me kuptimin ose ka musliman që e kanë përdorur me kuptimin që njeriu të shkrin nga zemra dëshirat që bien ndesh me atë që pëlqen Allahu. Në rregull? Kjo është saktë. Në këtë mënyrë njeriu përmbush ose realizon adhurimin e Zotit. Bëhet adhurues I Allahut dhe pastron zemrën e tij nga dëshirat që bien kundërshtim me atë që pëlqen që do Allahu subhanahu wa taala. Me këtë kuptim fjala fina është e pranueshme. Ndonse nuk duhet përdoret kjo fjalë, mirë po kuptimi I saj kështu është I pranueshëm fe. Pra, e njëjta fjalë mund të përdoret me kuptim që është kufër, panteizëm, që nxjerr nga feja, me thonë që Zoti shkrihet me robën, Zoti është një me robën, ka kufër më të madh se ky? Ky është kufër I madh. Ata që kanë këtë lloj besimi janë qafira pa diskutim. Kuptimi I dytë është I pamjaftueshëm, thanë, që njeriu bëhet musliman. I saktë, ndërsa kuptimi I tretë është I pranueshëm, dhe s'është kufër. Atëherë kur ngjojmë njerëz që përdorin këtë fjalë, apo kur hasim këtë fjalë nëpër libra, nuk mund ta bëjmë njeriu qafir menjëherë, meqense ca njerëz e përdorin me kuptimin që është kufër, pa kërkuar shpjegim dhe sqarim. Ky është qëndrimi që ka, domethënë ky është shpjegim, sqarim që ka bërë Ibn Qayyim për këtë fjalë në librin Madarijus Salikin. E pra vëllezër, kur muslimani përdor një fjalë që mund të ketë më shumë se një kuptim, duhet me pasë me çfarë kuptimi e ka përdorur atë muslimani. Fjala faleminderit për shembull, I faleminderit, kur përdor muslimani, nuk e përdor me kuptimin domethënë që me ju fal apo madhuru diçka tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Përdor me kuptim pranueshëm. Pa çështje tjetër kjo. Dhe kjo shkoqitje që bëra unë lidhje me fjalën demokraci është shkoqitje që e bëjnë dietarët e ummetit dhe një nga dietarët më të mëdhenj të ummetit ton është Imam Albani, Sheikh Albani, Allahu mëshiroft. Shkoha e azanit, ë? Mirë. Përdorimi I fjalës demokraci, një ide tjetër e xhavarizëve të kohës sonë, ose do të përmend domethënë 2-3 ide të tjera të tyre mas e ezanit inshallah taala. E pastaj të falem namazin, edhe çohem mund të ulemi pak pas namazit që të përmend sa hadithe që vijnë lidhje me xhavarizët, e disa nga tiparet dhe shenjat apo cilësitë e xhavarizëve, e pastaj ta mbyllim inshallah mësimin. Po kështu ta bëjmë. Shumë mirë. Thirret ezani, falem namazin e pastaj vazhdojmë mësimin për Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Përmenda pra vëllezër disa nga idetë e xhavarizëve të kohës sonë. Një ide nuk pranojnë shkoqitjen e ehli sunetit në lidhje me mosbatimin e ligjit të Allahut të lartësuar në qeverisje, në gjykim, në administrim. E dyta, përdorimin e fjalës demokraci ose thirrjen për vendosjen e regjimit demokratik, sistemit demokratik e quajnë kufër pa shkoqitje, e quajnë kufër në përdorimin e muslimanëve pa
bën shpjegim, pa kërkuar shpjegim dhe shkoqitje, ndërkohë që muslimanët nuk e përdorin fjalën demokraci dhe nuk ftojnë në regjimin demokratik me kuptimin që është kufër. Flasim për muslimanët që se përdorin me atë kuptim me fjalë. E treta, pjesëmarrjen në votime e quajnë kufër. Pjesëmarrjen në votime, për muslimanët që marrin pjesë në votime, se marrin pjesë në votime në një sistem demokratik, jo me besimin se qeveritarëve ju lejohet apo se qeveritarët kanë të drejtë bëjnë ligje në kundërshtim me ligjet e shariatit, ky veprim nuk është kufër. S'ka mundësi të jetë kufër se vetë gjykimi dhe qeverisja që bie ndesh me ligjin e Allahut të lartësuar nuk është kufër vetëm se në rastin kur e quhen të lejueshme. Atëherë si mundet që votimi, si është veprimi muslimanit që nuk qeveris, quhet kufër? Edhe kur votohet një palë qafirash kundër një palë tjetër qafirash, nuk është kufër. Por në rast domosdoshmëri është e lejueshme. Nëse nuk ka domosdoshmëri nuk lejohet. Nëse një muslimani voton për një interes dynjaje, jo me besim ke ligjet e tyre dhe jo duke pëlqyer fenë e tyre, dhe jo duke pëlqyer ligjet e tyre, quhet gjunaqar, bën një gjuna, vetëm kaq. E nëse një musliman voton një parti qafirash apo një palë qafirash apo një qafir për të marrë pushtetin, duke pëlqyer fenë e tyre, ose duke besuar se ata kanë të drejtë ase ju lejohet të bëjnë ligje në kundërshtim me ligjet e Zotit, ose duke pëlqyer ligjet që bien ndesh me ligjet e Allahut, kjo është kufër që ndjen nga feja. Në të kundërt, siç e thash, nuk është kufër. Kjo është koqitje që bën ahli suneti, ndërsa xhavarixhët ose ideja e xhavarixhëve është se pjesëmarrja në votime është kufër pa shkoqitje, është shirk pa shkoqitje. Dhe përpasoj ta bëjnë qafira muslimanët. Duhet dini se pejgamberi dhe shokët e tij janë gëzuar që fituan romakët kundër persëve, dhe gëzimi është një punë zemre. Dhe nuk ka mundësi që gjendjet e zemrës mos të jenë kufër, edhe punët e gjymtyrëve të jenë kufër, siç është për shembull ndihma apo pjesëmarrja në votime që rrjedh nga punët e zemrës. Ka raste kur gëzimi është kufër, për shembull kur gëzohet që të fitojnë qafirat kundër muslimanëve. Kjo është kufër, është nifaq i madh. Po kur gëzohet që të fitojnë një grup qafirash kundër një grupi tjetër më të keq, është kufër, s'ka mundësi të jetë kufër se pejgamberi dhe shokët e tij u gëzuan për fitoren e romakëve kundër persëve. Atëherë edhe ndihma në një rast tillë nuk ka mundësi të jetë kufër. Çdo njeri që kupton akiden e ka këtë fort qartë. Përveç kësaj, sahabët kanë bërë lutje që të fitonte në Xhashiu kundër një kundërshtarit të tij. Lutja është ndihmë e madhe. Me gojë kanë bërë lutje Allahut që të fitonte në Xhashiu, që ishte një mbret i krishterë, ishte sistem krishterësh, ligje krishterësh, kundër një kryengritësi që ata shihen më të rrezikshëm, pra sahabët e shihen më të rrezikshëm. E pra shikojnë pra, ne jemi rrugën e sahabëve. Nëse ata që thonë se pjesëmarrja në votime është kufër, pa shkoqitje, është shirk pas një farë shpjegimi, ata kanë një ide xhavarixhesh. Tjetër, thonë që antarësimi në OKB, dhe antarësimi në parlamentet e tagutit është kufër, pa shpjegim, pa shkoqitje. Faktikisht, antarësimi një shteti musliman në një shtet qafirash për shembull, ose marrëveshja që bën një shtet musliman për të qenë i varur nga një shtet qafirash apo nga një organizatë shtetesh si është OKB-ja, që është një shtet i madh, le të themi, në rast domosdoshmërie lejohet. Kuptuat? Nëse nuk ka domosdoshmëri, atëherë nuk diskutohet që nuk lejohet. Nëse gjykimi për individët duhet parë. S'mundet më nxitu. Dhe po qafira. Por nëse ka domosdoshmëri, nuk quhen qafira, nuk quhet kufër. Ndërsa xhavarixhët e kohës sonë dhe ata që kanë idetë e tyre, që e kanë tepruar me tekfir, se ne xhavarixh quajmë ata të cilët kanë idetë tekfirit me të cilat bëjnë qafira musliman, siç është Daula Isisi, dhe mbi bazën e tyre bëjnë qafira musliman. Por ka dhe hoxhallar tekfirin në vende të ndryshme të botës,
në vendet arabe, sidomos, cilët kanë idetë e këtyre ISIS-it, për demokracia thonë është kufër pa shkaqitje. Thonë që pjesëmarrja në votime është shirk dhe kufër, pa shkaqitje, pa shpjegim. Shpjegimin që bëm ne. Tjetër thonë antarësimi OKB, çdo shtet i antarësuar në OKB, thonë OKB është vend tagut, kush antarësohet në OKB është shtet qafir, dhe kështu gjitha shtetet islame, shtetet arabe i kanë bërë shtete qafirash dhe qeveritarët e vendeve islame, vendeve arabe pa shkaqitje. Se ka për tyre që janë qafira, po jo të gjithë janë qafira, i bëjnë qafira kështu pa shpjegim. Kjo është ide xhawaridësh. Edhe prandaj themi që ai grumbulli, ata ISIS-i që është mbledhur në Sham, nuk ka ardhur kështu, domethënë pa ide. Kanë qenë ide të cilat janë përhapur, ide që janë nxitur, ide të cilat i kanë sajuar ca bidaçit, ca njerëz të devijuar në vende ndryshme të botës, këto ide që i përmenda, të cilat pastaj kanë çuar në formimin e këtyre njerëzve. E pastaj në grumbullimin e tyre, kur janë grumbulluar në Sham, dhe në faktikisht dihet domethënë që këta kanë qenë pjesë e Qaides kanë qenë në Irak dhe në Sham, më në fund u çan në Sham, edhe pjesa më ekstreme e Qaides janë këta të ISIS-it, po kanë qenë të Qaides, dhe hoxhallarët e tyre në fillim kanë qenë hoxhallarët e Qaides, dhe ideologët e tyre janë ca njerëz në Jordani, në Egjipt dhe në vende të tjera të cilët kanë ide të tilla. Një nga idetë e tyre gjithashtu është edhe ideja se ndihma që u jepet qafirave kundër muslimanit është kufër në çdo rast pa shpjegim. Faktikisht ka mundësi që ndihma që muslimani jep një qafiri kundër muslimanëve të jetë kufri madh që nxjerr nga feja, një, ka mundësi që të jetë gjuna. Tjetër, bëjnë qafira kundërshtarët e tyre. Domethënë këtë gjë kam sqaruar në mësimin e kaluar, kur kam folur për hadithin e Hatibit. Po kam mbetur edhe një gjë, unë kam sqaruar mirë hadithin e Hatibit, po kam mbetur edhe një gjë për të sqaruar tani. Domethënë që hedh poshtë atë pretendimin se Hatibi e ka bën veprimin i detyruar me forcë. Se ka që thonë, shiko, Hatibi bën kufër, po që i detyruar me forcë dhe prandaj domethënë i lejohej me bë këtë veprim. Pra thonë që ka bën një veprim të lejueshëm sipas tyre. Hatibi nuk ka bën gjuna, po ka bën një veprim të lejueshëm se ishte i detyruar me forcë. Domethënë, një lloj si Ammar ibn Yasiri. Ammari bën gjuna kur shprehu fjalën e kufrit, si thoni ju? Quhet fajtor nga Allahu? Ai sa pejgamberi tha, nëse detyrojmë prap, tha, thuje prap. Domethënë, bëri një gjë të lejueshme Ammari. Ka njerëz që thonë kohën tonë se dha Hatibi bëri një veprim të lejueshëm. Dhe pse u justifiku Hatibi sipas tyre? Sepse ishte i detyruar me forcë. Tani lind pyetja, Hatibi atë që bori fshehur azi apo haptazi? Si e bori? Përderisa Hatibi mendonte në vetvete që po bënte gjë të lejueshme, pse e bori fshehur azi? Përderisa mendonte se s'po e kundërshton fenë e pejgamberit, pse bori haptazi? Pse e bori fshehur azi? Çka tregon në mënyrë absolute, pa diskutueshme, si dielli mes ditës, se e dini që po kundërshton pejgamberin dhe duhet me e bë fshehur azi mos e merr vesh pejgamberin alayhis salam. Kjo është si dielli mes ditës, kush e keq interpreton këtë, domthonë nuk i pranon argumentet e shariatit. Këto janë keq interpretimet. Domthonë kjo është keq shpjegimi. Tjetër, pse shkoi si puna e Ammarit ke pejgamberit, thoshte o i dërguar i Zotit, unë e bora këtë gjë, se më lejohet se kështu, domthonë e kam hallin. Pa më e majti fshehur dhe nuk tregoj. Se e dini që po kundërshton pejgamberin alayhis salam. Se po bëni shkelje, po bëni gjuna. Se në të kundërt, po sigurtëse me idenë se i lejohet dhe e bonte haptazi. Po do pyeste pejgamberin alayhis salam, do i thoshte pejgamberit alayhis salam. Pra ishte i vetëdijshëm se po e kundërshtonte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ka treguar të qartë në hadith që tregon se veprimi i Hatibit ishte gjuna, përveç që te pejgamberi quajti gjuna. Pra kjo mjafton me fjalë që e majti të fshehtë. Dhe jo si puna e Ammarit, që se majti gjatë fshehtë. Shkoi direkt ke Muhamedi alayhis salam. Pra s'mund thuhet për Hatibit që e bori me idenë se ishte i detyruar me forcë. Tek e fundit domethënë shumë e qartë. S'mund quhet i detyruar me forcë sepse domethënë ai po bënte një veprim që e kuptonte se ishte në kundërshtim me ato që dorste pejgamberi alayhis salam. Ishte në kundërshtim me fenë. Se në të kundërt pse do ta mande të fshehtë? Edhe pse do t'i fshihej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam?
Ai s'po bën dëgjon ku të shihë pejgamberin, se do të ishte i detyruar me forcë. Te pse do ta mandet fshet? Përveç kësaj, këto janë tregues qartë, po kemi edhe treguesin tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e quajti gjuna. Se i tha Umerit radhiyallahu anhu, ku e diti, mbas Allahu i luturoi vështroi pjesëmarrësit në luftën e Bedrit dhe tha bëni ç'të doni se u kanë fal gjunahet. Domethënë e quajti gjuna, por pjesëmarrja në Bedër e fshinte këtë gjuna. Po s'mund të jetë kufër, pse? Sepse puna e mirë nuk e fshin kufrin. Mund të fshin një gjuna të madh, mund të fshin një gjuna të madh, po jo kufrin. E rëndësishme, një ide e këqija është dhe pretendimi se çfarë do lloj ndihme që jepet nga një musliman qafirave, çfarë do lloj ndihme që mund të jap një musliman qafirave kundër muslimanëve, çfarë do lloj ndihme që jep një musliman, një grup i qafirash kundër muslimanëve, quhet kufri i madh i nxjerr nga feja, ky është qafir. Faktikisht nuk është kështu, ka shkoqitje, ka raste që është kufër, ka raste kur nuk ka shpjegim tjetër veçse kufër, për shembull një musliman është në kampin, një person është në kampin e muslimanëve, muslimanët janë luftë kundër qafirave, dhe nga kampi i muslimanëve hidhet ke kampi i qafirave, e lufton kundër muslimanëve. Ky është qafir. Dhe ky veprim s'mund shpjegohet ndryshe. S'ka dyshim që ai pëlqen fenë e tyre dhe urren Islamin. Nësa tjetër është kur një njeri për shembull ta kupton për një sasi parash për diçka, për të mbajtur pushtetin e kështu me radhë, ndoshta bën një marrëveshje dëmshme për muslimanët apo jep një farnim e qafirave kundër muslimanëve për interes dynjaje, pra kur veprimi ka mundësi që të jetë bërë për interes dynjaje dhe jo duke pëlqyer fenë e qafirave, atëherë nevojitet shpjegim, siç e tha profeti Hatibit, ma hamalaka ala hadha ya Hatib, ç'të shtyi ta bëre këtë veprim jo Hatib. Pastaj ne sjellim shpjegimin e dy dietarëve të mëdhtë të ummetit ton, Shafiut dhe Ibn Taymiyes. Shafiu dhe Ibn Taymija kanë shpjeguar këtë hadith siç e shpjegova unë. Këta janë fuqaha që mas sahabeve nuk ka fuqaha si këta dy. Shafiu dhe Ibn Taymija. Këta dy, domethënë mas sahabeve, Allahu e di më mirë, po nuk ka fuqaha si këta dy. Fuqahat më dhejmi fjalë. Këto janë disa ide të xhavarixhëve. Tjetër, kundërshtarët e tyre quhen qafira. Shumë të lehtë e kanë quhen qafira dhe xhavarixhët e dikurshëm, kundërshtarët e tyre quhen qafira pa problem. Po të shohësh këtë sisin të dawlën e xhavarixhëve, kundërshtarët e vet i quhen qafira, gjitha brigadat e xhihadit e çan, na kupton, i quhen qafira. Allahu na ruajt. Tjetër, ja lejojnë vetes që të bëjnë marrëveshje me qafirat, bëjnë marrëveshje domethënë me grupe qafirë, siç është pushteti i Besharit e kështu me radhë. Ndërsa për muslimanët, nëse bëjnë marrëveshje me qafirat kundër një grupi më të keq për shembull, i quajnë qafira, për shembull, marrëveshjen që mund të bëjnë muslimanët e Sirisë me një shtet qafirash kundër shtetit Besharit e Iranit e kështu me radhë. Çfarë quajnë, nëse do të bëjnë, unë nuk di gjë që kanë bërë në një marrëveshje të tillë, domethënë tani ka vetëm shpifje. Por nëse do të bëjnë, nëse shohin domosdoshme diçka të tillë, ajo lejohet. Nëse nuk kanë takat me rrezu vet, për shembull Besharin, edhe lind nevoja që është domosdoshme, e shohin të domosdoshme me bëjë një marrëveshje me një shtet qafirash kundër ca qafirave të tjerë, kjo gjë lejohet, kjo lloj aleanca apo kjo lloj marrëveshje lejohet. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ka bën marrëveshje me ca grupe qafirash. Madje deshin me bën aleancë me Gatafanët, për që të më marr vetëm me bën aleancë ose me bën një marrëveshje me Gatafanët kundrejt një pjesë të produktit Medinës që do ta jepte Gatafanëve dhe të merrej me idhujtarët, me Kurejshët. Mirë po, ensarët domethënë thanë që ne do të luftojmë, do të bëjmë ballë. Allahu i lartësuar shkatroi pastaj partitë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam hoqi dorë nga një marrëveshje apo aleancë e tillë. Vetëm Muhamedi sallallahu alajhi wasallam pra desh me bën një marrëveshje e tillë. Në kohën e fundit muslimanët kanë me bën aleancë me romakët kundër një armiku tjetër më të rrezikshëm, siç është përmendur në një hadith sakt, cilin e keni dëgjuar këtu, kam shpjeguar kur kam folur për shenjat e Kiametit. Pra, këto janë disa nga idetë e xhavarixhëve të kohës sonë me të cilat ata bëjnë qafira muslimanët. Tani lind pyetja, a është e thënë që për të quajtur njeriu xhavarixh në kohën tonë të ketë të gjitha idetë e xhavarixhëve që kanë ndodhur dikur, se ka ca njerëz që thonë, shiko, ne nuk i quajmë qafira sahabët, atëherë pse na quajnë xhavarixh? Apo Isisi nuk i quajnë qafira sahabët, dhe pse i quajnë xhavarixh? Nuk kanë idetë e xhavarixhëve. Përgjigjja është nuk është e thënë ti kenë gjitha idetë e xhavarixhëve. Mjafton të kenë disa prej tyre. Dhe përgjigjja tjetër,
Nuk është e thënë që të kenë të njëjtat ide si ata, por mund